Emërimi i Libuan Aliut si drejtori i Portit të Durrësit, përveç se surprizë ka shkaktuar edhe debatet e zakonshme, një prej njerëzve pranë PD-s e ka akuzuar atë si serb, çka ka sjellë edhe reagimin e gazetarit nga Presheva Alban Selimi. Ai thotë se akuzat ndaj Aliut janë qesharake. Në vijim postimi i tij plot. Postimi i Alban Selimit: "Nuk jam idhtar i sipërfaqes së budallenjve që bëjnë shpesh në dy anët e kufirit, por dy fjalë du me i thamë për Libuanin, i cili para se të jetë politikan, drejtor porti apo çfarëdo pozite të marrë në cilin do nga shtetet shqiptare, ai është një adetar, djali patriotit Ali Aliu, dhe i frymëzuar nga sakrifica dhe ideali që ka kjo familje për Preshevën, për qëllime krejtësisht politike apo të bindjeve të ndërtuara kryesisht nga narrativa serbe, shqiptare, kosovar, ne mund edhe ta godasim Libuanin apo cilindon kosovar që merr pozita në Shqipëri, por askush nuk mund t'ja lëkujmë qëndrueshmërinë prej patrioti. Hajt hyni e shani, pak edhe këtu, se tu e njoftë se afërmi jam i sigurt se s'ja leni shej." Shënim. Ky analisti i Shqipnisë sigurt se që Presheva ka mbet në Serbi, se ky i kishte thënë ndryshe, ai nuk di as not, Serbi Luginës vjen dhe bëhet drejtor.